Me 6 maj të vitit 1999, Kosova humbi njërin prej personaliteteve kyçe në historinë e shtatëndërtimit të Kosovës. E sot shkolla fillore që e mban emrin e tij kremton festën e saj. Për këtë festë foli e para e kësaj shkolle Miranda Macula Shlaku. Është kënaqësi e veçantë të jemi të mbledhur së bashku dhe të tregojmë punën dhe përkushtimin e mësimdhënësve tanë dhe nxënësve tanë në këtë vit shkollor, të përmbledhura me një program argëtues, me një program që mundin dhe përkushtimin e japën vetë nxënësit, duke u përkrahur në punën maksimale të mësimdhënësve, për një argëtim sa do të vogël për ne dhe ju bashkë. Për akademikun Agani, nxënësja Vlera Shala kishte përgatitur një thënie. Të pranishëm në këtë fest ishin nxënës, mësimdhënës, prindër e ish mësimdhënës, të cilët shijuan pikat të ndryshme të programit të përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Figura e Aganit la gjurmë të pashlyeshme në historinë e pavarësisë së Kosovës, fushën e arsimit dhe mendimit shkencor.